Pa asnjë dyshim, kjo është blokada më e pakuptimt, më e dëmshme dhe më e rrezikshme që ka ndodhur në Kosovë që prej vitit 99, pasi vjen pas gjithë asaj katrahure politike që ka ndodhur vitin e kaluar, që nënkupton që politikanët kosovar nuk kanë marrë asnjë leksion nga gjitha prapakthim që ndodhi vitin e kaluar, dhe tashmë situata është edhe më e rëndë pasi e kemi aktgjykime e gjykatës kushtetuese që e cakton në mënyrë të saktë se duhet të konstituohet kuvendi brenda 30 ditëve nga validimi i rezultateve zgjedhore, kështu që është një hapësirë e tmerrshme politike në të cilën askush nuk e ka një ide se si të dilet prej saj. Pra nuk ka plan B, edhe kjo blokadë, ky stagnim do të vazhdoj edhe më tej pa ndonjë mundësi për pritshmëri realiste normale. Lëvizja vendosje ka shkel kushtetutën 16 herë, mirë po kjo është rasti më i rëndë, më i turpshëm, sepse tashmë e kemi një vendim të saktë të gjykatës kushtetuese për 30 ditëshin, edhe ky tejkalim i kushtetutës, ky zell që të shkohet mbi ligjshmërinë, edhe që të kidnapohet i gjithë procesi politik i konstituimit të Kosovës, ka një çmim shumë të madh edhe do të mbetet si njollë e zezë në historinë politike të Kosovës. Nuk ka asnjë arsyetim për këtë sjellje jo politike, anti-institucionale, anti-shtetërore, sepse të gjitha argumentet janë të qarta. Pra nuk ka hapësirë për debat, nuk ka hapësirë për diskutim, nuk ka hapësirë për hamendje. Çdo gjë është e qartë, çdo gjë është e saktë, edhe tentimi që të shkohet përtej kushtetutës, që të nënshtrohet kushtetuta, është një kapitull i zi për politikën kosovare. Në të kaluarën, çdo herë kur ka pas kësi blokada, ka pas një angazhim më kualitativ të ndërkombëtarëve, mirë po kësaj radhe problemi është që ka vatra të luftrave në botë, ka shumë hapësira ku i kanë dedikuar resurset e tyre, për shembull Irani, Ukraina, Gaza, edhe kjo është arsyeja që bashkia ndërkombëtare nuk po merret në mënyrë më aktive me blokadën në Kosovë, por gjithsesi kjo nuk mund të vazhdoj në pafundësi, edhe çështja është që do të vjen një momentum ku edhe bashkia ndërkombëtare edhe në kërcënimin e sanksioneve të ashpra do të drejtohet ka spektri politik kosovar, pasi Kosova është edhe projekt ndërkombëtar, përveç se është vullnet i qytetarëve të Kosovës, shteti i Kosovës, edhe për këtë arsye nuk do të lejojnë që të ketë një blokadë edhe një stagnim krejtësisht të pakuptimt, sepse nuk ka plan, nuk ka ide normale, pozitive që të shkohet drejt zgjidhjes, mirë po me kokëfortësi këmbgullet në pozicione rigjide, edhe kjo nuk jep asnjë shpresë për zgjidhje konstruktive.